Në 3 muajt e parë të vitit 2025 janë ngritur 4 aktakuza ndaj 6 personave për krime lufte. Udhëheqësi i Departamentit për krime lufte pranë Prokurorisë Speciale, Ilir Morina, derisa tha se po bëhet punë e konsiderueshme në këtë drejtim, shtoi se po përballen edhe me sfida. Për shkak të mungesës përkthyesve të mjaftueshëm në kuadër të institucionit. Kjo nuk do të bëhet, nuk thotë se nuk ka gatishmëri për rekrutimin e përkthyesve, por edhe në rastet kur bëhet një shpallje konkursi, numri aplikantëve shumë i ulët. E derisa ka rritje të numrit të aktakuzave në diskutimin e raportit të Fondit për të drejtën humanitare për gjykimet për krimet e luftës në Kosovë, edhe kryetaria e gjykatës themelore në Prishtinë tha se po punohet në menaxhimin e këtyre rasteve. Si gjykatë kemi qenë përgjegjës për mi rrit kapacitetet profesionale dhe për me shtru numrin e stafit mbështetës me qëllim që këtyre lagëve t'ju japim prioritet. Pjesë e diskutimit ishte edhe zëvendës ministri në detyrë i Ministrisë së Drejtësisë Vikan Qorrolli, i cili foli për punën e qeverisë në këtë drejtim. Pas çlirimit të vendit tonë, për herë të parë, Qeveria e Republikës Kosovës ka prioritizuar krijimin e një dokumenti strategjik për drejtësinë tranzicionale, cila do të trajton shkeljet e rënda të drejtave të njerëzit dhe shkeljet e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Ndërkaq në vitin e shkuar janë ngritur 14 aktakuza ndaj 25 personave për krime lufte.